Sëmundjet kardiovaskulare janë shkaku kryesor i vdekjeve në Shqipëri dhe Europë. Mjekët specialistë thonë se në 8% të rasteve, pacientët me sëmundje të zemrës rrezikojnë të bëjnë atak kardiak me pasojë. Janë dhe do ngelen shkaku i parë i vdekjes në popullatën shqiptare, në popullatën botërore. Vdekshmëria e atakut kardiak është gjithnjë e në rënje. Shqipëria po shkon në atë përqindje që ka patur të pak 20 vitesh Europa. Kjo është diku të praktikisht 7-8% e pacientëve që do bëjnë një infarkt kardiak do humbasin jetë. Nisur nga rasti i fundit ku një futbollist shqiptar humbi jetën në fushë, mjekët thonë se nuk ka vend për alarm. Sipas tyre, kryerja e aktivitetit fizik mbetet faktori kryesor për të mos zhvilluar sëmundje kronike, por specialistët kërkojnë që të ndiqet protokolli rigoros për sportistët e kompeticioneve. Në opinionin e Shoqatës Evropiane të Kardiologjisë dhe OBSH, të rinjtë që do kryejnë një aktivitet të zakonshëm sportiv, pra çfarë është në shkolla, volejboll, basketboll, hotelira e merat, nuk ka nevojë për super ekzaminime. Jemi shumë agresiv në kërkim ekzaminimesh tek individët që eventualisht do t'i nshtrojnë një aktivitet sportiv me performancë dhe me stres të lartë. Në të gjitha rastet, mjekët thonë se kryerja e një ekografie kardiake është e rëndësishme për qytetarët të cilët vuajnë nga diabeti, yndyrnat e larta apo probleme me mushkrit. Sipas të dhënave zyrtare nga ISHP dhe OBSH, 4 në 5 vdekje janë si pasojë goditjeve në zemër dhe goditjeve në tru. 10.000 persona humbin jetën çdo ditë në Europë për shkak të sëmundjeve kardiovaskulare.